Institucionet e drejtësisë në Shqipëri kanë vjuar të përballen me përpjekje për ndikim të papërshtatshëm, ndërsa SPAK dhe magjistratët kanë qenë objekt sulmesh të drejtë për drejta dhe kërcënimesh. Ky është një nga konkluzionet kryesore të raportit të sundimit të ligjit 2026 të Komisionit Evropian, i cili megjithëse vlerëson rezultatet e SPAK në goditjen e korrupsionit të nivelit të lartë, thekson se korrupsioni mbetet i përhapur në Shqipëri dhe se mbrojtja e pavarësisë së drejtësisë vazhdon të jetë një sfidë. Sipas raportit, organet drejtuese të sistemit gjyqësor kanë reaguar publikisht duke denoncuar presionin politik ndaj institucioneve të drejtësisë, ndërsa disa magjistratë janë vendosur në mbrojtje pas kërcënimeve të marra. Komisioni Evropian vlerëson se SPAK ka vjuar të ndërtojë një histori të besueshme hetimesh, ndjekjesh penale dhe dënimesh në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Gjatë vitit 2025, sipas raportit, SPAK hetoi 30 zyrtar dhe ish zyrtar të nivelit të lartë, mes tyre një ish zëvendës kryeministër, ish kryetari në kuvendit, ish ministra dhe ish deputet. 18 prej tyre u dërguan për gjykim, ndërsa 10 u dënuan me vendime të formës së prerë. Numri i hetimeve të reja u rrit me 17.7%, ndërsa çështjet e përfunduara u shtuan me 12.2%, çka sipas Brukselit dëshmon konsolidimin e kapaciteteve të SPAK-ut. Megjithatë, raporti thekson se rezultatet nuk janë ende të mjaftueshme. Komisioni evidenton se konfiskimi i pasurive me origjinë kriminale mbetet i kufizuar, ndërsa institucionet shtetërore vazhdojnë të referojnë pak raste korrupsioni pranë SPAK-ut. Dokumenti kërkon forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, në mënyrë që rastet e korrupsionit të identifikohen dhe të hetohen më shpejt, ndërsa goditja e përfitimeve financiare nga korrupsioni të jetë më efektive. Në kapitullin për korrupsionin, komisioni arrin në përfundimin se fenomeni vazhdon të mbetet i përhapur në Shqipëri. Raporti vëren se kuadri ligjor kundër korrupsionit është në masë të madhe i konsoliduar, por zbatimi praktik kërkon ende përmirësime. Dokumenti thekson se koordinimi ndërmjet institucioneve përgjegjëse për parandalimin e korrupsionit dhe organeve ligjzbatuese mbetet i dobët, ndërsa mekanizmat për kontrollin e pasurive dhe konfliktit të interesit duhet të bëhen më efektiv. Sipas komisionit, masat parandaluese duhet të kenë të njëjtën rëndësi sa edhe hetimet penale. Raporti sjell edhe shifra që tregojnë perceptimin e lartë të korrupsionit në vend. Sipas të dhënave të cituara nga Komisioni Evropian, 86% e qytetarëve besojnë se korrupsioni është i përhapur në Shqipëri, ndërsa 39% deklarojnë se janë prekur personalisht prej tij. Edhe bizneset japin një vlerësim negativ, pasi 73% e tyre e konsiderojnë korrupsionin fenomen të përhapur dhe 75% e shohin atë si pengesë për aktivitetin ekonomik. Një nga shqetësimet kryesore të raportit lidhet me presionin ndaj institucioneve të drejtësisë. Komisioni Evropian thekson se edhe pse sistemi gjyqësor ka treguar qëndrueshmëri gjatë periudhës së raportimit, kanë vazhduar përpjekjet për ndikim të papërshtatshëm mbi institucionet e drejtësisë, si edhe sulmet personale ndaj magjistratëve. Raporti përmend se pati sulme të drejtë për drejta ndaj SPAK-ut dhe institucioneve të drejtësisë, ndërsa organet drejtuese të gjyqësorit dolën me deklarata publike për të dënuar presionin politik. Dokumenti nënvizon se autoritetet duhet garantojnë që gjyqtarët dhe prokurorët të ushtrojnë funksionin e tyre pa ndërhyrje intimidim apo presion. Komisioni ndalet edhe te procesi i vettingut, duke e cilësuar përfundimin e tij një arritje të rëndësishme të reformës në drejtësi. Sipas raportit, procesi ka forcuar integritetin dhe pavarësinë e sistemit gjyqësor, por ka krijuar edhe vakanca që vazhdojnë të ndikojnë në efikasitetin e gjykatave dhe prokurorive. Brukseli thekson se duhet vijojë plotësimi i vendeve vakante, të forcohen kapacitetet e institucioneve të reja të drejtësisë, edhe të ruhet niveli i kontrollit të integritetit edhe pas përfundimit të vettingut. Raporti evidenton se rreziqet e korrupsionit mbeten veçanërisht të larta në policinë e shtetit dhe në prokurimet publike. Sipas komisionit, nevojiten masa më të forta për rritjen e integritetit në radhët e policisë, hetim më efektiv i rasteve të korrupsionit dhe forcimi mekanizmave të kontrollit të brendshëm. Në të njëjtën kohë, Brukseli kërkon më shumë transparencë dhe konkurrencë në procedurat e prokurimeve publike, duke i konsideruar ato një sektor me ekspozim të lartë ndaj korrupsionit. Në përfundim, Komisioni Evropian vlerëson se Shqipëria ka shënuar progres në reformën në drejtësi dhe në hetimin e korrupsionit të nivelit të lartë përmes punës së SPAK-ut, por thekson se sfidat mbeten të shumta. Raporti kërkon mbrojtjen e plotë të pavarësisë së institucioneve të drejtësisë, më shumë rezultate në konfiskimin e pasurive kriminale, forcimin e mekanizmave të parandalimit të korrupsionit, rritjen e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe garantimin që sulmet apo presionet ndaj SPAK-ut, gjyqtarëve dhe prokurorëve të mos cënojnë funksionimin e shtetit të së drejtës.